Një rend i ri rajonal duket i pashmangshëm, pasi përgjegjësimi i kushteve do të vazhdojë nëse konflikti përshkallëzohet. Nuk ekziston më një skenar ku Irani mbetet objektiv, ndërsa shtetet e gjirit vazhdojnë normalisht, siç ndodhi në luftën 12 ditore të qershorit 2025. Aftësia e Iranit për të ndërprerë trafikun detar përmes dronëve e relativisht të lirë tregon ndikimin e tij të madh strategjik. Zyrtarët iranian kanë bërë të qartë se kjo aftësi mund të përdoret për të formuar një rend të ri për Hormuzin, shkruan Emami. Marrëdhëniet midis Iranit dhe shteteve të gjirit kanë kaluar nëpër periudha tensioni dhe përmirësimi që nga revolucioni islamik i vitit 1979. Megjithatë, sulmet e fundit dhe dëbimi diplomatëve iranian nga disa kryeqytete të gjirit përbëjnë një kthim serioz prapa. Kriza aktuale dëshmon se siguria është një e mirë kolektive. Pasiguria e një shteti krijon pasiguri për gjithë rajonin. Një arkitekturë sigurie që ndërtohet në kurriz të fqinjeve nuk është më e qëndrueshme. Si shembull përpara, mund të merret përvoja historike e Europës, nga Kongresi i Vjenës deri te integrimi gradual pas luftës së dytë botërore. Këto nuk janë modele për të kopjuar, por burime frymëzimi për ndërtimin e një rendi të ri rajonal, shkruan Emami. Ngushtisja e Hormuzit paraqet një anomali ligjore, pasi nuk ka një traktat ndërkombëtar të dedikuar që rregullon funksionimin e saj. Kjo mungesë ka bërë që ajo të jetë ekspozuar ndër ndërhyrjeve të fuqive të mëdha.